Sinqerisht, unë jam shoku, domethënë kjo që ka ndodhur sonte është krejt mënyrat me quajt më të këqija që kish mujt një shqiptar me bo. Nas nuk e kem as tradit as zakon, sidomos kur të dikush me familje, mi do në atë mënyrë me 15 veta, me alltia, me revolje, me armë, me sene. Ata e kanë po që s'kanë mujt me ado qëllime që kanë dosh ata me bo. Unë jam konë shumë i qetë, edhe as nuk s'ka mujt as më afru, në atë kuptim fizikisht më prej. Kjo është, nuk e di ata që kanë menu, unë që 25 vjetë karrierë, problem s'kom posë kur me kërkën. Po, do në gjoni me lojnë e vetë ka qenë, janë konë edhe një 6-7 veta tjerë, 10, nuk e di. Shumë më kanë zonë rrugën me këmi parkirri, unë jam konë shumë i qetë, kum lëviz, dhe kanë tentu me do kjerrit me pishu sanet fëmive. Edhe janë largu pa bo kur gjeq, nuk kanë mujt me dal, po e përsëris, unë e kam që me familje. Edhe ja kom bo njonit, në do në gjonit i kom thonë që s'jam vetë. Edhe që për që tom kam befasu, se për që ka ndollin, të ndollin prapa, po kjo akt është, kjo që kam bo ata është për njëme është marrë. E përmende pjesën e armëve, do më thonë, i ke pa që personat të grupit kanë qenë armatosë? Po, kam pas. Të nxoni këtë rast, a ka pas arma jo? Po më do këtë që po, edhe të nxoni ka pas. A të thanë diçka? Jo, nuk kom komuniku me ta. Edhe fatmirësisht që s'jam konë vetë, se të isha konë vetë, ka mujtë me ndodhë diçka më e keqe, po për të se s'jam konë vetë, nështë edhe ne kom vazhdu edhe ata i kanë fillu me largu edhe që të isha konë vetë, ka mujtë me ndodhë më e keqe.